5 mësimet e jetës, mëson Aristoteli. Lumturia nuk është fat, por mënyrë jetese hyrje. Pse Aristoteli ende flet me ne sot? Edhe pse Aristoteli jetoi më shumë se 2300 vite më parë, mësimet e tij duken sikur janë shkruar për njeriun modern. Në një botë ku njerëzit vrapojnë pas paras, famës, pushtetit dhe kënaqësive të shpejta, Aristoteli na ndalon për një moment dhe na pyet: çfarë do të thotë vërtet të jetosh mirë? Ai nuk ishte vetëm filozof, ishte mendimtar, shkencëtar, mësues i Aleksandrit të Madh dhe një vëzhgues i thellë i natyrës njerëzore. Ndryshe nga filozofët që flisnin për botë ideale, Aristoteli u fokusua te jeta reale, te njeriu ashtu siç është, me dobësi, dëshira, ambicie dhe frikë. Në këtë seri artikuj do të zbërthejmë 5 mësimet më të rëndësishme të jetës sipas Aristotelit. Mësime që nëse kuptohen dhe zbatohen, mund të ndryshojnë mënyrën se si jetojmë, mendojmë dhe marrim vendime. Në pjesën 1, do të ndalemi te mësimi themelor, mbi të cilin ndërtohet e gjithë filozofia e tij. Mësimi 1. Lumturia, eudaimonia, është qëllimi i lartë i jetës. Çfarë është lumturia sipas Aristotelit? Kur dëgjojmë fjalën lumturi, shumica e njerëzve mendojnë për para, rehati, pushime, sukses, kënaqësi momentale. Por Aristoteli do të thoshte se këto janë mjete, jo qëllimi përfundimtar. Ai përdorte fjalën greke eudaimonia, që nuk do të thotë thjesht të ndihesh mirë, por të jetosh një jetë të plotë, me kuptim, dinjitet dhe virtyt. Sipas tij, çdo veprim që bëjmë ka një qëllim. Punojmë për para, parat për siguri, siguria për një jetë më të mirë. Por kur pyesim, për çfarë jetojmë, përgjigja përfundimtare është për të qenë të lumtur. Lumturia nuk është rastësi. Një nga idetë më të forta të Aristotelit është kjo: lumturia nuk vjen nga fati, por nga mënyra se si jetojmë çdo ditë. Ai nuk besonte se njeriu lindi lumtur ose i palumtur. As nuk mendonte se lumturia varet vetëm nga rrethanat e jashtme. Përkundrazi, ai theksonte se lumturia është rezultat i zgjedhjeve të vazhdueshme. Është produkt i karakterit. Është diçka që ndërtohet me kohë. Një njeri nuk mund të quhet i lumtur vetëm sepse ka një ditë të mirë. Ashtu si një verë e mirë nuk gjykohet nga një gotë vetme, por nga e gjithë përbërja e saj. Jeta e mirë është jetë aktive, jo pasive. Aristoteli e refuzonte idenë se lumturia është të rish pa bërë asgjë dhe të shijosh kënaqësi. Sipas tij, lumturia vjen nga veprimi i drejtë, jo nga pushimi i përhershëm. Ai besonte se njeriu ka një funksion, ashtu si çdo gjë në natyrë. Syri është për të parë, veshi për të dëgjuar, thika për të prerë. Po njeriu, funksioni i njeriut është të përdor arsyen. Kur njeriu jeton sipas arsyes, merr vendime të drejta, zhvillon karakterin dhe vepron me virtyt, atëherë ai jeton në përputhje me natyrën e tij, dhe kjo sjell lumturi. Kënaqësia, lumturia. Një gabim i madh i shoqërisë moderne është ngatërimi i kënaqësisë me lumturinë. Aristoteli e bën dallimin shumë qartë. Kënaqësia është momentale. Lumturia është afatgjatë. Kënaqësia vjen dhe ikën. Ushqimi i shijshëm, alkooli, fama, vëmendja. Por nëse jeta ndërtohet vetëm mbi këto, ajo bëhet bosh. Ai paralajmëronte se një jetë e ndjekur vetëm nga kënaqësitë është jetë e ngjashme me atë të kafshëve. Njeriu, sipas tij, është më shumë se kaq. Lumturia kërkon virtyt. Këtu fillon thelbi i filozofisë aristoteliane. Aristoteli i thoshte se nuk mund të jesh vërtet i lumtur nëse nuk je njeri i mirë. Lumturia nuk ndahet nga morali. Një njeri që gënjen vazhdimisht, mashtron, dëmton të tjerët, jeton pa parime, mund të ketë sukses ose pasuri, por jo eudaimonia. Sipas tij, lumturia është të jesh në paqe me veten, të respektosh vlerat, të ndjesh se jeta jote ka kuptim. Dhe kjo arrihet vetëm përmes virtyteve, të cilat do t'i shpjegojmë më thellë në pjesët e ardhshme. Një mësim për njeriun modern. Në një kohë ku rrjetet sociale tregojnë jetë perfekte, suksesi matet me ndjekës, vlera e njeriut lidhet me pasurinë. Aristoteli na kujton diçka thelbësore. Lumturia nuk është ajo që duket, por ajo që ndërtohet nga brenda. Nuk është ajo që ke, por ajo që je. Jo ajo që tregon, por ajo që bën çdo ditë kur askush nuk të sheh. Mësimi i parë i Aristotelit është themeli i gjithçkaje.
Lumturia është qëllimi më i lartë i jetës. Ajo nuk është dhuratë e fatit. Nuk blihet me para. Nuk vjen nga kënaqësitë e shpejta. Lumturia është rezultati një jete të jetuar me arsyetim, virtyt dhe qëllim. Rruga e mesme. Sekreti për një jetë të ekuilibruar. Pse ekstremet janë armiku i jetës së mirë. Një nga idetë më të famshme dhe më të keqkuptuara të Aristotelit është ajo që ai e quante rruga e mesme, Golden Mean. Shumë njerëz mendojnë se kjo do të thotë: mos bëj asgjë shumë, jeto mesatarisht. Por Aristoteli nuk fliste për mediokritet. Ai fliste për mençuri. Sipas tij, shumica e problemeve njerëzore lindin nga ekstremet. Shumë frikë, frikacakëri, shumë guxim, marrëzi, shumë dëshirë, varësi, shumë vetkontroll, ftohtësi dhe mbyllje emocionale. Jeta prishet jo sepse kemi cilësi, por sepse i çojmë ato në skaje të rrezikshme. Mësimi 2. Virtyti gjendet mesin e dy ekstremeve. Çfarë do të thotë rruga e mesme? Aristoteli i thoshte se çdo virtyt qëndron midis dy vesesh. Njëri është mungesë, tjetri është tepric. Shembuj të thjesht: guximi, mungesë, frikacakëri, tepric, marrëzi. Mes, guxim i arsyeshëm, bujaria, mungesë, kopraci, tepric, shpërdorim. Mes, dhënie me mençuri, vetbesimi, mungesë, nënvlerësim, tepric, arrogancë. Mes, dinjitet i shëndetshëm. Pra, virtyti nuk është as pak, as shumë, por sakt sa duhet. Mesatarja nuk është e njëjtë për të gjithë. Një pikë shumë e rëndësishme që shpesh harrohet. Rruga e mesme nuk është e njëjtë për çdo njeri. Aristoteli e krahasonte këtë me ushqimin. 200 gram ushqim mund të jenë pak për një atlet, por shumë për një fëmijë. Po ashtu, ajo që është guxim për njërin, mund të jetë marrëzi për tjetrin. Prandaj ai theksonte se arsyeja dhe gjykimi personal janë thelbësore. Nuk ka receta fikse për jetën. Shoqëria moderne jeton në ekstreme. Nëse Aristoteli do të jetonte sot, ai do të shihte një shoqëri që lëviz nga një ekstrem në tjetrin. Ose punojmë deri në raskapitje, ose kërkojmë rehati totale, ose ekspozojmë gjithçka në rrjete sociale, ose izolohemi plotësisht, ose adhurojmë veten, ose e urrejmë atë. Rruga e mesme mungon, dhe bashkë me të, edhe paqja e brendshme. Vetkontrolli si themel i lirisë. Një ide shumë e fortë e Aristotelit është kjo: njeriu që nuk kontrollon veten, nuk është i lirë. Shumë mendojnë se liria është të bësh çfarë të duash, kur të duash. Por Aristoteli i thoshte se kjo është skllavëri ndaj dëshirave. Liria e vërtet është të dish kur të thuash jo, të mos udhëhiqesh nga impulset, të zgjedhësh atë që është e drejtë, jo atë që është e lehtë. Dhe kjo arrihet pikërisht duke ndjekur rrugën e mesme. Shembull praktik nga jeta e përditshme. Marrim shembullin e zemërimit. Mungesë zemërimi, njeri që shkelët, pa kufi. Tepric zemërimi, njeri agresiv, shkatërues. Mes, njeri që zemërohet kur duhet, sa duhet, dhe për arsye të drejta. Aristoteli i thoshte: të zemërohesh është e lehtë, të zemërohesh me personin e duhur, në kohën e duhur, për arsyen e duhur, kjo është e vështirë. Se rruga e mesme sjell qetësi. Kur njeriu jeton në ekstreme, jeta bëhet lodhse. Emocionet dalin jashtë kontrollit. Vendimet merren keq. Ndërsa rruga e mesme sjell stabilitet, krijon karakter të fortë, ndërton respekt për veten. Ajo nuk të bën të dobët, përkundrazi, të bën të qëndrueshëm. Mësimi i dytë i Aristotelit na mëson se virtyti nuk është ekstrem. Jeta e mirë kërkon ekuilibër. Arsyetimi është busulla jon. Rruga e mesme nuk është kompromis me dobësinë, por zgjedhje e mençurisë. Karakteri ndërtohet me zakone, jo me dëshira. Njeriu nuk lindi mirë apo i keq. Një nga idetë më të thella të Aristotelit është kjo: ne nuk lindim as të virtytshëm, as të këqij, ne bëhemi të tillë. Kjo ide është jashtëzakonisht çliruese, por edhe kërkuese. Ajo do të thotë se nuk jemi viktima të karakterit ton. Nuk mund të fajsojmë vetëm fatin apo prindërit. Kemi përgjegjësi personale për atë që bëhemi. Aristoteli besonte se karakteri është rezultati i përsëritjes, jo një vendimi të vetëm. Mësimi 3.
e jemi bëjmë vazhdimisht virtyti është zakon. Një nga thënjet më të famshme të lidhura me Aristotelin është: ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Prandaj, përsosmëria nuk është akt, por zakon. Edhe pse kjo fjali nuk është cituar fjalë për fjalë në veprat e tij, ajo përmbledh sakt mendimin e tij. Sipas Aristotelit, bëhesh i drejt duke vepruar drejt. Bëhesh i guximshëm duke përballuar frikën. Bëhesh i ndershëm duke thënë të vërtetën. Nuk ka rrugë të shkurtër. Nuk mjafton të dish çfarë është e drejtë, duhet ta praktikosh. Pse dëshirat nuk mjaftojnë. Shumë njerëz thonë: dua të jem më i disiplinuar, dua të jem më i mirë, dua të ndryshoj jetën. Por Aristoteli do të thoshte: dëshira pa veprim është iluzion. Ai e dinte se njeriu shpesh di çfarë është e drejtë, por zgjedh të kundërtën. Prandaj edukimi i karakterit nuk fillon me fjalë, por me praktikë të përditshme. Zakonet formojnë shpirtin. Aristoteli besonte se zakonet formojnë mënyrën si reagojmë, ndikojnë në emocionet tona, drejtojnë vendimet tona pa e kuptuar. Një njeri që është mësuar të shmang përgjegjësinë, gënjej për gjëra të vogla, dorëzohet shpejt, me kohë do ta ketë shumë të vështirë të veprojë ndryshe, edhe kur e di se duhet. Po ashtu, një njeri që ushtron disiplinë, përballon vështirësitë, respekton parimet, do të veprojë drejt edhe nën presion. Edukimi fillon herët, por nuk mbaron kurrë. Aristoteli i jepte shumë rëndësi edukimit që në fëmijëri, sepse zakonet e hershme mbuliten thellë. Ato bëhen natyra e dytë, por ai nuk besonte se është kurrë vonë për të ndryshuar. Ai do të thoshte: edhe njeriu i rritur mund të formojë zakone të reja, nëse është i vetëdijshëm dhe këmbëngulës. Ndryshimi është i vështirë, por i mundur. Liria vjen nga disiplina. Kjo ide bie ndesh me mendimin modern. Shumë njerëz mendojnë se disiplina kufizon lirinë, por Aristoteli mendonte të kundërtën. Disiplina krijon liri. Një njeri që zgjohet herët pa detyrim, kontrollon impulset, punon edhe kur nuk ka motivim, është më i lirë se ai që është rob i humorit dhe dëshirave. Shembull nga jeta reale. Mendo për një muzikant. Askush nuk lind virtuoz. Ai bëhet i tillë përmes orëve të pafundme ushtrimi. Po kështu, karakteri i fortë, vetbesimi, qetësia përballë krizave, nuk janë dhurata, janë rezultat i zakoneve të ndërtuara me kohë. Se kjo ide është kaq e fuqishme sot. Në një botë ku kërkojmë ndryshim të shpejtë, duam rezultate pa përpjekje, frymëzohemi për 5 minuta dhe dorëzohemi. Aristoteli na jep një të vërtet të thjeshtë, por të fortë. Jeta nuk ndryshon nga mendimet, por nga veprimet e përsëritura. Mësimi i tretë na kujton se karakteri nuk ndërtohet brenda natës. Virtyti fitohet me praktikë. Çdo ditë është një tull në ndërtimin e vetes. Ajo që bën sot, sado e vogël, po formon njeriun që do të jesh nesër. Miqësia, pasuria pa të cilën nuk ka lumturi. Pse Aristoteli e vendos miqësinë në qendër të jetës. Në një botë ku suksesi shpesh matet me pasuri, pushtet, status, Aristoteli bën një pohim të guximshëm. Asnjë njeri nuk do të zgjidhte të jetonte pa miq, edhe nëse do të kishte gjithçka tjetër. Për të, miqësia nuk ishte luks, por nevojë jetike. Ai besonte se lumturia e vërtet nuk mund të përjetohet në vetmi. Mësimi 4. Njeriu e ka mund të jetë i lumtur i vetëm njeriu, është qenie shoqërore. Aristoteli e quante njeriun zon politikon, qenie shoqërore. Kjo do të thotë se jemi krijuar për të jetuar me të tjerët, për të bashkëpunuar, për të ndarë jetën. Një njeri që izolohet plotësisht, humbet ekuilibrin emocional, humbet kuptimin, humbet lidhjen me realitetin. Sipas Aristotelit, vetmia e zgjatur nuk është forcë, por varfëri shpirtërore. 3 lloje miqësish sipas Aristotelit. Një nga analizat më të thella të miqësisë në histori vjen pikërisht nga Aristoteli. Ai ndan miqësitë në 3 lloje. 1. Miqësia e dobisë. Kjo është miqësia që bazohet në interes. Jam me ty sepse më leverdis. Shembuj, lidhje pune, njohje biznesi, shoqëri që zgjasin sa ka përfitim. Aristoteli thoshte se këto miqësi
Janë të përkohshme. Prishen sa po zhduket interesi. Ato nuk janë të këqija, por nuk janë burim i lumturisë së thellë. 2. Miqësia e kënaqësisë. Kjo miqësi bazohet në argëtim, shije të përbashkëta, kohë të mirë, shembuj, shok feste, shoqëri rinore, lidhje që ekzistojnë për zbavitje. Edhe këto janë të paqëndrueshme, sepse kënaqësia ndryshon, interesat evoluojnë, kur zbavitja mbaron, shpesh mbaron edhe miqësia. 3. Miqësia e virtytit, miqësia e vërtetë. Kjo është forma më e lartë e miqësisë. Ajo bazohet në respekt, mirësi reciproke, dëshirë të sinqertë për të mirën e tjetrit. Në këtë miqësi, nuk je mik për interes, nuk je mik vetëm për qejf. Je mik sepse e vlerëson karakterin e tjetrit. Aristoteli thoshte, kjo miqësi është e rrallë, por është e përjetshme. Miku si pasqyrë e vetes. Një ide shumë e bukur e Aristotelit është kjo. Miku është një tjetër vetja, një mik i vërtet, të thot të vërtetën edhe kur dhemb, të ndihmon të rritesh, nuk të lë të humbasësh veten. Ai nuk të lavdëron verbërisht, por as nuk të shkatëron, se miqësia kërkon virtyt. Aristoteli theksonte se njerëzit e këqij nuk mund të kenë miqësi të vërtet. Pse? Sepse kërkojnë vetëm interes, sepse nuk janë të qëndrueshëm, sepse nuk din të duan pa përfitim. Miqësia e vërtet kërkon ndershmëri, besnikëri, durim, mirësi. Pra, për të pasur miq të mirë, duhet të jesh veti tillë. Miqësia dhe lumturia. Sipas Aristotelit, lumturia rritet kur ndahet. Gëzimi ka më shumë kuptim kur përjetohet me të tjerët. Dhimbja bëhet më e lehtë kur ndahet. Një jetë pa miq mund të jetë funksionale, por jo e plot. Një mësim për kohët moderne. Në epokën e rrjeteve sociale, mira ndjeksve, komunikimit virtual, Aristoteli do të na pyeste, sa miq të vërtet ke, jo sa njerëz nje, jo sa mesazhe merr, por sa persona të njohin vërtet, të duan për atë që je. Qëndrojnë edhe kur nuk e çfarë ofron. Mësimi i 4 na mëson se njeriu nuk është i bërë për vetmi. Miqësia është shtyllë e jetës së mirë. Cilësia ka më shumë rëndësi se sasia. Një jetë e lumtur është një jetë e ndarë me njerëz të mirë. Jeta jote është përgjegjësia jote, nuk jemi viktima të fatit. Një nga idetë më të forta dhe më sfiduese të Aristotelit është kjo. Njeriu është përgjegjës për jetën e vet. Në një kohë ku është e lehtë të fajsojmë rrethanat, prindërit, shoqërinë, fate. Aristoteli na e heq këtë justifikim. Ai besonte se, edhe pse nuk zgjedhim, ku ndim, çfarë trashëgojmë, çfarë na ndodh, ne zgjedhim gjithmonë, si reagojmë. Mësimi 5. Zgjedhjet tona e përcaktojnë jetën. Veprimi i vetëdijshëm. Aristoteli bënte dallim të qartë mes veprimeve të detyruara, veprimeve të zgjedhura. Vetëm veprimet që bëjmë me vetëdije, fillim, përgjegjësi, janë ato për të cilat mbajmë përgjegjësi morale. Ai thoshte se njeriu nuk gjykohet nga mendimet, por nga veprimet, dhe veprimet tona janë pasqyrë e karakterit. Zgjedhja është burim dinjiteti. Sipas Aristotelit, aftësia për të zgjedhur është ajo që na bën njerëzor. Edhe kur jeta është e vështirë, edhe kur opsionet janë të kufizuara, edhe kur presioni është i madh, ne ruajmë fuqinë për të zgjedhur, të jemi të ndershëm apo jo, të dorëzohemi apo të vazhdojmë, të urrejmë apo të falim. Kjo është forma më e lartë e lirisë, pse justifikimet janë armiqt e karakterit. Aristoteli paralajmëronte se njeriu që jeton me justifikime nuk rritet kurrë. Çdo herë që themi, nuk pata zgjidhje, të gjithë e bëjnë, kështu është jeta, ne heqim dorë nga fuqia jon për të vepruar ndryshe. Sipas tij, gabimi është njerëzor, por shmangia e përgjegjësisë është zgjedhje. Jeta e mirë kërkon përpjekje. Aristoteli ishte realist. Ai nuk premtonte jetë të lehtë, pa dhimbje, pa dëshime, por ai premtonte diçka më të thellë. Një jetë me kuptim. Jeta e mirë kërkon përpjekje të vazhdueshme, kërkon vetë disiplinë,
Kërkon guxim për të zgjedhur të drejtën. Dhe pikërisht për këtë arsye, ajo ka vlerë. Përmbledhje e 5 mësimeve të Aristotelit. Le t'i përmbledhim shkurtimisht. Lumturia është qëllimi më i lartë i jetës. Jo kënaqësia, por jeta me kuptim. Rruga e mesme është sekreti i virtytit. Shmang ekstremet që shkatërrojnë. Karakteri ndërtohet me zakone. Bëhesh ajo që praktikon çdo ditë. Miqësia është thelbësore për lumturinë. Askush nuk jeton mirë i vetëm. Zgjedhjet tona na përcaktojnë. Jeta jon është përgjegjësia jon. Mesazhi i fundit i Aristotelit për ne. Nëse Aristoteli do të fliste sot, ndoshta do të thoshte: mos kërko një jetë perfekte, kërko një jetë të drejtë, dhe nga ajo do të lindë lumturia. Ai na mëson se lumturia nuk gjendet. Ajo ndërtohet çdo ditë me zgjedhje të vogla. Jeta e mirë nuk është rastësi, por vepër, dhe vepra mban emrin tënd.